Miqtë e mi, kjo video është një detyrim moral që unë kam ndaj jush, ndaj familjes time, ndaj shoqërisë time, të cilët keni kontribuar në këtë GoFound ku unë kam qenë imazhi dhe zëri i tij. Një GoFound i cilin unë nuk kam qenë organizatorja. Organizatorja këtij GoFoundit është Suada Mollaj, motra e pranverës, dhe përfitimi im personal dhe interesi im ka qenë absolutisht zero. Unë lek sëmundjesh dhe lek harami në xhepat e mi nuk kam për të futur kurrë në jetën time, sepse besoj tek një Perëndi dhe e di që ajo na shef dhe i bëjmë çdo gjë për të. E kam ndier si detyrim moral sepse kam qenë vetë aty kur ajo është diagnostifikuar me sëmundjen e leuqemisë akute dhe kam qenë në spital për ditë të tëra derisa asaj ka ardhur familja këtu në Arabinë Saudite. Ditë ju them që unë me gjithë kolegët e mi, e gjithë kompania, kemi qenë aty për të, jo thjesht emocionalisht, por edhe monetarisht, që asaj mos i mungoj absolutisht asnjë gjë gjatë kësaj përvoje të keqe në sëmundjen e saj. Më është thënë nga shoqja ime që ajo ka një sëmundje dhe ka vetëm 2 muaj kohë, cilën e kam thënë online dhe në media. Jemi nisur drejt New Yorku për faktin se GoFoundi nuk pranoi këtu në Arabi Saudite dhe jo më kot u ngrit zërbja u kërkua ndihma e gjithë shqiptarëve. Dhe aty na ka pritur zoti El Parubi, i cili na ka akomoduar në shtëpinë e tij dhe ka shtruar pranverën në spital. Kam qenë vetë prezente kur është marrë telefonata nga mjeku, i cili ka thënë që pranvera është në Rimishën. Kemi shkuar, kemi pyetur pranverën dhe na ka thënë që i duheshin disa analiza për të vërtetuar nëse ka nevojë për operacion apo jo. Unë aty jam larguar drejt Arabisë Saudite dhe që prej asaj dite jam në punë, kam filluar punën, sepse kisha lënë absolutisht çdo gjë në pauzë për të. Dua t'u rikujtoj që thjesht jam një prej jush që po pret deklaratën e saj, që ka thënë që do dalë dhe do them këto rezultatin e këtyre analizave. Jam një prej jush që ndoshta kam bërë shumë më shumë, jam strapacuar dhe po marr një urrejtje, kërcënime dhe ofendime të pavërteta, të pabazuara, kur kam bërë vetëm mirë në këtë jetë. Dua të falenderoj realisht shumë shoqërinë time, e cila më ka ndenjur shumë afër gjatë kësaj periudhe shumë të vështirë, sepse të kthehet bota kundër nuk është e lehtë. Por ashtu si thot populli, kur e ke ndërgjegjen e pastër, fjalët e botës janë thjesht zhurmë. Miqtë e mi,